Drejtuesja politike e qarkut Gjirokastër Mirela Kumbaro së bashku me deputetin Tërmet Peçi dhe kandidatin për kryetar bashkie Gramos Sako zhvilluan një takim me përfaqësues të biznesit si përmarrjeve të vogla dhe njësive të shërbimit në Tepelen. Kumbaro theksoi se me qeverisjen e Partisë Socialiste dhe Edi Ramën, Tepelena është pjesë e projekteve të mëdha që synojnë kthimin e potencialeve lokale në ekonomi dhe shndrimin e sfidave në mundësi për zhvillim të qëndrueshëm. Jemi të gjithë dakord që ka qenë një zgjedhje fantastike e kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama që na solli këtu mes nesh për kryetarin në vazhdimsi të bashkisë, shokun ton Gramos Sako. Është një kënaqësi shumë e madhe që marr kur kudo që takoj njerëz në Tiranë, qoftë në qeveri me kolegët e mi ministra, qoftë në parti, në kryesinë e partisë, qoftë tek socialistët e thjesht, ka marrë vetëm lavdërime për zgjedhjen që Partia Socialiste ka bërë për Tepelenën. Është krenari kombëtare, është një aset dhe është një fat i madh për ne që Gramozi e pranoi propozimin e kryetarit partisë për të rikthyer në Tepelenën e tij. Është më shumë e tij se sa imja, po edhe imja sepse kam 12 vjet që të gjithë bashkë ndajmë të gjitha hallet, por edhe sukseset. Deputeti Peçi vuri theksin tek vimësia e projekteve që po zbatohen jo vetëm në qytet, por edhe në njësitë administrative dhe nënvizoi se mbështetja për kandidatin Sako do të ndihmojë qytetin të çojë përpara iniciativat për qytetarët dhe të hapë një kapitull të ri zhvillimi. Me bindjen e thellë se të gjithë së bashku do të vazhdojmë ato investime që i kemi lënë për gjysmë, por shumë investime akoma që Tepelena ka nevojë për njerëz në mbështetjen e përbashkët të gjithë neve për t'i bërë realitet, për t'i dhënë Tepelenës ato që vërtet i takon. Nga ana e tij, kandidati Gramos Sako prezantoi vizionin për investime, punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm në qytet dhe rrethina. Bashkia nuk do të jetë mbi ju barr, do të jetë partneri juaj. Nëse më jepet besimi për të drejtuar Bashkinë Tepelen, do punoj me frym bashkëpunimi me qeverisjen lokale ku biznesi i vogël respektohet, dëgjohet, mbështetet dhe jo penalizohet. Çdo ndryshim në paketin fiskal do të bëhet vetëm pas konsultimeve të hapura me ju, me bizneset, me sipërmarrës dhe qytetar. Ju do të jeni pjesë e tryezës, jo thjesht ata që paguani faturën në fund. Ndaj do të fokusohemi te promovimi i produkteve bujqësore dhe artizanale lokale, mbështetje konkrete për agroturizmin dhe nisma që sjellin vizitorë dhe të ardhurë. Do krijojmë një administratë bashkiake të mbështetur te risi digjitale, të ndershme pa burokraci, ku çdo biznes do marrë përgjigje të shpejtë me respekt dhe pasorollati. Do trajtoni si partner dhe jo si aplikant. Modeli ynë do të jetë ai që mbështet, jo ndëshkon, së bashku për një Tepelen që punon për njerëzit e vet. Unë nuk kërkoj vetë votën tuaj, kërkoj të ndërtojmë së bashku një bashki ku ideja e punës ndershme të mos ndëshkohet, por të shpërblehet. Takimi nxori në para respektin dhe besimin që Sako guxon tek komuniteti i Tepelenës, mbështetje që pritet të përkthehet në investime, kantier ndërtimi dhe mundësi punësimi.